Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet për kasën e të Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar të na falë gjunat dhe gabimet tona. Dhe lutim Allahun e madhëruar të na ndihmojë, të na mbrojë nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allahu i madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kusht që ta humbë atë nga ajo rrugë. Dhe atë njeri që Allahu i madhëruar e devijoi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij të keqe, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim përveç Allahut Azza wa Jall. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar dhe i dërguari i tij. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall, fjala më e drejtë, fjala më e mirë është Kurani famlart dhe udhëzimi më i mirë dhe modeli më i mirë dhe shembulli më i bukur për ne është shembulli profetik Muhamedi alayhis salam. Dhe punët më të këqija dhe më të rrezikshme në fe janë shpikjet në të, dhe çdo shpikje, çdo risi të çon në humbje, në devijim nga rruga e drejtë, dhe çdo devijim përfundimi i tij është zjarri i xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. Të dashur vëllezër, ndihem shumë i gëzuar gjithmonë kur jam midis jush, midis vëllezërve të mi. Besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit, të dëshmon Allahu Azza wa Jall me fjalën e tij të lartë, thot me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Gjithashtu jam i gëzuar që mu lejua të jap një këshill javore një herë në javë në të xhami. Në xhami unë kam shumë kujtime të bukura, në këtë xhami kam shumë nostalgji për çdo cep se xhamia më jep kujtime. Tu jam rritur në moshën 16 vjeç, në 97-ën, kur kam filluar të falem. Kemi filluar në këtë xhami të falemi me xhamatin e bukur që ka pas e xhami në atë kohë dhe vazhdon ta ketë me ndryshimet që ka. Alhamdulillah, të këshillosh është lehtë në aspektin është lehtë flasësh, po është shumë përgjegjësi e madhe tek Allahu Azza wa Jall të jesh këshillues të tjerëve. Është lehtë të jesh në tribun, në mimber dhe të tjerët dëgjojnë, të flasësh, të këshillosh, por se përgjegjësia dhe rëndesa e asaj që ti këshillon është shumë e madhe. Kërkohet durim durim edhe prej atyre që dëgjojnë të rrinë, të kenë durimin të dëgjojnë atë që Allahu thotë në Kur'an dhe atë që thotë profeti sallallahu alajhi wasallam në fjalën e tij të nderuar që është prej shpalljes gjithashtu. Jemi në një kohë në cilën në realitet durimi është i pakët. Sot njerëzit kanë humbur atë durimin për të lexuar një libër, për të lexuar rreth parë Kur'anin, ta lexojnë për ditë, të lexojnë një pjesë të mirë për Kur'anit, nga shkaqet që sot ka humbur durimi dhe përqendrimi në mësime, në lexime, është dhe ky telefon që kam përballë tani, rrjetet sociale që i përdorim shumë të gjithë ne, në gjithë grup mosha. Duam që shka të shpejt, për shembull fillon hoxha, po të vërejt çfarë thotë ky. Shikojnë që si tërhoqi fillim, thotë po i fare. Pra, këshilla nuk është diçka që të pëlqejë ti. Pra, një diçka ëmbëlsirë që ti në moment ta hash direkt dhe mësimi, qëndrimi në mësime, qëndrimi në ligjërimin që man hoxha ose imami, kërkon durim. Nuk është çështje e cila e kërkon ëmbëlsinë e asaj që kërkon më një herë. Pra, edhe namazin e falim,
Askush prej nesh nuk mund të thotë që unë e gjeta atë ëmbëlsinë e vërtet, përshëndrimin, qetësinë, sa po fillova namaz. Pra namazi ka nevojë për durim, agjërimi ka nevojë për durim, haxhi ka nevojë për durim. Të qëndrosh të ulesh në një mësim, 20 minuta për shembull, kërkon durim. Nuk është e lehtë. Nga durimet më të bukura dhe më të mira dhe më të rëndësishme është kërkimi i dijes. Pra të mësosh, të përpiqesh, të mësosh atë që Allahu thotë në Kur'an, ka zbritur në Kur'an dhe atë që gjithashtu e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në sunetin e tij. Dija është dritë. Mosdija dhe padija është errësirë. Është errësirë. Jemi të urdhëruar të mësojmë. I vetmi urdhër që Allahu e ka urdhëruar profetin e Islam për ta shtuar atë pra diçka, atë gjë, është dija. Kul Rabbi zidni ilma. Thuaj, o Zoti im, ma shto dije. Por se dija në vetvete nuk mësohet për të polemizuar me tjerët, për të dukur se unë di. Kur të hapet një çështje fetare, të jap mendimin tim, se jam i dishëm. Nuk është për të dukur, as për të nënçmuar të tjerë, se unë di dhe ata nuk di. Dhe nuk është dija për të mbledhur informacion sa më tepër. Dija e Kuranit dhe dija e Sunetit është për të fiksuar ky zemër, për të përqëruar ky zemër për Allahun azza wa jalla. Dija e Kuranit dhe Sunetit është dija më e rëndësishme që ka për detyrë robi ta mësojë në jetën e tij. Dhe një herë, dija që Allahu ka zbritur nëpërmjet Xhibrilit tek profetët e tij është dija më e rëndësishme dhe më e nevojshme që ka nevojë robi në jetën e tij të dynja. Dhe çdo dije tjetër, dhe çdo shkencë tjetër i shërben kësaj dijeje, ti qëllimi. Dhe muslimani është i bindur se një nga adhurimet më të rëndësishme që afrohet tek Allahu azza wa jall është kërkimi i dijes. Është që ti të jesh gjithmonë në kërkimin e dijes, ajo dije e cila të afron tek Allahu i madhëruar. Nëse mëson dhe kërkon dijen dhe shikon që zemra jote nuk friksohet, po ngurtësohet, nuk është modeste dhe e thjeshtë dhe e përulur para Allahut azza wa jall rreth parë, pastaj dhe me krijesat e tij për hir të Allahut, por se në të kundërt është një zemër mendjemadhe që i pëlqen vetja, kryeneçe, kryelarg ndaj krijesave dhe mendjemadh, atëherë se ka dhënë efektin e dur ajo dije që ti po merr. Dhe prandaj thuhet në hadithin profetik, Kurani është argument për ty ose kundra teje. Kurani që ne lexojmë o do jetë argument për ne ose kundra nesh. Kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman, hadith profetik. Është detyrë të mësojmë atë që Allahu na ka urdhëruar, na ka bërë detyrë prej çështjeve që lidhen me besimin, me adhurimet, me dispozitat, me ndalesat, lejesat, haramet, halalin. Në lidhje gjithashtu me moralin ton. Dhe mosdia nuk është justifikim. Një bisedë po e bëja me një vllajin tim të dashur, xhamatit, të nderuar, po thoshte hoxh, është një pjesë e njerëzve që thonë kaq duan ti, nuk du ti më shumë. Se po dita më shumë e kam vërsinë më të madhe. A është fjalë të saktë? Kjo fjalë është e saktë? Pa unë du ti kaq, më shumë jo, se po mësova më shumë,
e ka përgjegjësi më të madhe. Jo, s'është sa. E ka përgjegjësi më të madhe. Se po mësova më tepër, e ka përgjegjësi më të madhe. Ajo dije që ka ardhur për ta mësuar, e ke detyrë ta mësosh, do ta mësosh. Nëse të jepet mundësia për ta mësuar, ke detyrë ta mësosh. Dhe nëse nuk e mëson, je përgjegjës. Në dy rastet, qoftë i ktheve shpinën, pra, e refuzove kërkimin e dijes, që e ketë mundshme. Qoftë nëse ti e mëson, po nuk e zbaton atë, njësoj është. Dhe vërejmë që dëshira ose shqetësimi që du të ketë muslimani ose synimi i tij për të mësuar fenë e Zotit, gjykimet, dispozitat, se si adhurohet Allahu Azza wa Jalla në mënyrë më të mirë, se si kuptohet feja në mënyrë më të mirë, nuk shikojmë një lloj zbehje, një lloj, pra, nuk ka interes, nuk ka kërkim, nuk ka përpjekje që të shkohet dijes, kërkohet dija, të pyetet ata që di. Ka një lloj kështu. Po, to ka shkajt e veta normalisht, të shumta. Përtej saj, çdo kush e vëllë nga vetja, përgjithësim. Përtej çdo shkaku tjetër, sepse një njeriu është i prirur ta gjej fajin ke tjetri. Diçka jashtë ti. Jo më fillohet e vetë. Ku është problemi? Prandaj të nderuar vëllezër, dija është dritë. Dhe prandaj unë hapa ligjërimin e sotëm me fjalën hyrëse që bën gjithmonë Khatibi. Dhe përfundon, pra në përfundim të fjalës hyrëse thotë, fjala më e mirë, fjala e Allahut. Udhëzimi më i mirë, udhëzimi profetik. Ç'është më të rrezikshme, janë shpikjet në ferisi. Dhe çdo shpikje të çon në humbje. Të nderuar vëllezër, ignoranca, devijimi nga rruga e drejtë ndahet në dy pjesë. Ignoranca thjesht, që është më lehtë një kohë. Dhe ignorancë quhet murakkebe. Pra, ignorancë e cila ai mendon se di, po e di gabim, që është më vështirë ta korrigjosh. Dhe devijimi i parë që ndodhi mbasi ndroi jetë Umeri radhiyallahu anhu, cili ishte devijimi i Hawarijve, që dolën kundra Uthmanit dhe e vran, e therrën sahabën e nderuar, dhëndrin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, që u dëshmua për të me xhenet. Allahu i madhëruar dhe i dërguarit. Ata menduan se ishin vërtet. Dyshimet, thashethemet, besimi thashethemeve, emocionet, shkuan në të ekstrem sa vran njeriu më të mirë kohës dhe ndodhi fitnja, trazia më pas. Pra dera ishte Umeri, u hap dera fitneve dhe ndodhën trazia. Me dije të saktë të dobishme, me pjekuri dhe maturi, me devotshmëri, larg emocioneve, inshallah shpëton besimtar. Me mëshirën e Allahut. Nga çdo trazi që është në kohën e tij. Nëse largohet nga dija, gabon referencën se ku e merr dijen, mësohet të jetë me emocione për herë, pra rreth i tij ngushtë, e mëson të jetë me emocione atë. Djegje emocionet para kujt? Logjikës, argumentit e tjera. Dua të them që dija e dobishme e shoqëruar me devotshmërinë, me adhurimet, me shtimin e adhurimeve, larg emocioneve dhe sa më afër maturisë, pjekurisë gjërave dhe të u kthyer tek dietarët e duhur, dhe këtu është një çështje shumë delikate,
se që pastaj të themi kush janë dietarët e duhur dhe referenca e duhur, dhe sot ne ndahemi në shumë mendime të ndryshme, po të ndahesh në mendime të ndryshme nuk është problem. Problemi është mos godasim njëri tjetrin nëse mendojmë ndryshe. Nëse unë mendoj se kjo është referenca e duhur me sinqeritet dhe e parashtroj si alternativë, se kjo është referenca e duhur për të pyetur në çështje delikate të rëndësishme, atëherë ky është mendimi im për të ndër llogari për Allahut Azza wa Jall. Por nëse hoxha tjetër ose personi tjetër, xhamati tjetër, ka një mendim të kundërt, nuk më lejohet mua ta godas, ta rrëzoj, t'ia pres këmbët. Them, ai është mendimi i tij, ky është mendimi im para Zotit. Ne bashkëpunojmë, bashkëjetojmë, jetojmë jetën tonë si vëllezër. Ky është problemi jon, ose jo vetëm i joni, po në botën islame, se nuk dim bëjmë atë diferencimin midis mendimit ndryshe dhe të jetuar të bashkë në bashkëpunim. Edhe pse mendojmë ndryshe. Sahabët mendoshin ndryshe. Sahabët, a ishte gjithë një mendim? As pak. Po dinin të duheshin, dinin të donin njëri tjetrin, dhe dinin të bashkëpunonin, dhe dinin të bashkoheshin. Por se, normalisht nga sunetet e Zotit është që do ndodhi përçarje, do ketë kontradikta. Por çka ka ardhur si zgjidhja? Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd. Addu 'alayha bin nawajid. Thot mbi ju është detyrë, kapni fort mbas rrugës time, rrugën e halifit të drejtë, të udhëzuar në drejtën, pas meje, se ju vetëm kaq kapuni, po me dhëmballat e juaja. Me dhëmballat ju kapuni fort, sepse stojit janë aq të forta, dhe mirësia më e madhe, pasha Allahun, është qëndrueshmëria me të vërtetën deri në fund. Derisa takojmë Zotin. Dhe një herë këtë hadithin, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe këtë mbyll inshallah, thot do vinë ditë që mbajnë sprova shumë të rënda, shumë vështirë, që ngjajnë stuhive të forta në detin e zi, me dallka të mëdha. Furnizoheni me punë të mira. Vazhdon hadithi fillon të lloj forme. Fatazawwadu bil a'mal salihah. Kështu vazhdon hadithi. Pra fillim hadithi. Furnizoheni punë të mira, sepse do vinë ditë të vështira, të cilat e ka përshkruar hadithi, i ngjajnë dallgëve të mëdha. Me stuhi. Lind person, më 10 personi musliman dhe ngryset jo musliman, ose ngryset musliman dhe 10 jo musliman. E shet fenë e tij për çfarë? Për diçka të dunjas. Atëherë, dia e cila jep frytet e devotshmërisë, adhurimit, frikës prej Allahut Azza wa Jall, dhe të jep pikuri dhe maturi, dhe të jep logjikën e shëndosh, që të japësh përparësi argumentit tekstinor para emocioneve, para logjikës së dobët dhe pasakt. Dhe muslimani mundohet për herë, dhe prandaj kjo ishte ligjërat hyrëse për t'i dhënë, pra, e cila përmban një mesazh të fortë në lidhje me rëndësinë e dëgjimit të këshillave prej hoxhallarëve, kushdo qoftë. Hoxhallarët në Basanit janë shumë, për çdo kujt ne duhet përfitojmë, luma i cili ulet dhe ka durimin në gjallë. Ka ata të cilët japin këshilla dhe këshilla të cilët bazohen në argumente, dhe çdo kush, askush s'është detyruar të shkojë tek filani o alani, po bën përzgjedhjen e tij aty ku ai mendon se do bija është më e madhe, dhe gjithë janë hoxhallarë që përfitohet për tyre dhe merret. Por se ne do të dimë rëndësinë e kërkimit të dijes. Një nga format është ulja tek hoxhallarët, tek imamllarët, të cilët i japin mësime dhe këshilla. Allahu i bekatoft, Allahu i shpërblet. Allahu i ruaj dhe faleminderit për durimin.